Blerta më trego pak. Në fakt jo vetëm Krishtlindjes, nuk ka qenë tradit, me thënë drejtën, gjithë orkestrat si motra tonat, si ne, e bëjnë një koncert gala në fund të vitit, po natyrisht që i përmbahen pak stilit ose asaj profilit të orkestrë të muzikës simfonike. Kjo ishte në fakt ideja e drejtoreshës, që të bëjmë diçka ndryshe, pra të kryem një program ose më saktë një format që ku orkestra të jetë rock, orkestra të jetë pop, orkestra të jetë jazz, do më thënë... Ti ketë bashkë të gjitha, atë që themi gjithmonë, orkestra mund të bëjë çdo gjë, sepse është maksimumi i një formacioni muzikantësh, pse mos ta bëjmë më festive, mbylljen e vitit, edhe me këtë rast, edhe për gjithë institucionin do të ishte shumë bukur një fest shumë... Një fest gala, e cila bën bashkë edhe publikun dhe punojësit e radio televizionit shqiptar. Sonte në